Pas fazës së parë të ndarjes së mjeteve bujqësore, sot është organizuar faza e dytë e ceremonisë së ndarjeve të mjeteve bujqësore për fermerët e komunës së Prizrenit nga Drejtoria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Nga ky projekt u tha se ka një fazë të tretë, të cilët përfitojnë gjithsej 333 përfitues të projektit. Furnizimi me mekanizëm bujqësor me bashkëfinancim. Fermerët përfituan moto kultivator, pjator me disqe, trina, bjellës e misri e gruri, plugje dhe atomizer me qëllim të modernizimit të bujqësisë, rritjen e cilësisë së punës në tokë dhe uljen e shpenzimeve. Nënkryetari i komunës Kujtim Gashi ishte i pranishëm në këtë ngjarje dhe u shpreh se në emër të kryetarit Totaj dhe drejtorit të bujqësisë Bytyqi ju përshëndes dhe them se bujqësia është një sektor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të komunës tonë. Për këtë arsye, mbështetja e fermerëve ka qenë dhe mbetet një ndër prioritetet tona kryesore edhe në të ardhmen, tha nënkryetari Gashi. Në këtë vit po edhe në këtë mandat për me i dhënë pajisje makineri bujqësore fermerëve tanë të komunës tonë të Prizrenit, edhe sigurisht me i mbështet edhe financiarisht me shumë subvencione. Faktikisht, sektori i bujqësisë ka qenë prioritet i kryetarit Totaj, i drejtorit Bytyqi dhe i gjithë kabinetit tonë qeveritar, me qëllim që sa ma shumë të zhvillojmë bujqësinë në komunën tonë, duke pas parasysh se Prizreni është një prej komuna ku zhvillohet hafshëm ky sektor dhe është fat i mirë që tash këtë mandat kemi pas një prioritet veçantë për me mbështet fermerët tanë, bujqësit tanë përgjithësi dhe gjithë kjo makineri, këto pajisje që po i shihni sot e që nuk është hera e parë e nuk do të jetë as e fundit, sepse edhe drejtori Bytyqi, edhe kryetari Totaj, po dhe gjithë kabineti qeveritar lokal prioritet të veçantë e ka sektorin e bujqësisë dhe ne kemi ndarë mjetet jashtëzakonshme për me i mbështet vazhdimisht fermerët. Dhe është fat i mirë që komuna jonë këtë mandat më shumë se 6 milion euro i ka nda për sektorin e bujqësisë përgjithësi, përfshirë subvencionimin, pastaj përkrajen me pajisje të ndryshme me makineri bujqësore dhe sigurisht që në bazë të mbështetjen bazë të financimit dhe zhvillimit të sektorit bujqësisë, sot e kemi një produkt të jashtëzakonshëm në tregun tonë, falë punës së madhe që kanë bërë bujqësit dhe fermarët tonë përgjithësi. Ne zotohemi edhe këtu, edhe në emër të kryetarit Totaj, edhe në emër të drejtorit, po edhe në emër të komunës përgjithësi, që bujqësia ka me qenë prioritet mbi prioritetet edhe në mandatën e ardhshëm të qeverisës, dhe ne jemi shumë të lumtur e zgjuar sot që shohim shumë fermerë, shumë bujq që po zhvillojnë hafshëm sektorin e bujqësisë përgjithësi në komunën e Prizrenit. Drejtori i bujqësisë Bexhat Bytyqi me këtë rast tha se sot është faza e dytë e ndarjes së mjeteve dhe kështu e kemi edhe një fazë të tretë dhe ky projekt kalon shifrën prej 378.000 euro. Sot do të shpërndarën 50 motokultivator, 5 makina mbjellëse të misrit dhe 7 pjatore me 20 disqe. Faza e tretë do të vazhdon ditëve në vijim. Sa ka pas vlerë të gjitha 3 fazat për këtë projekt? Vlera për të 3 fazat ka qenë 378.870 euro gjithsej, që kjo ka qenë vlera për këtë vit. A ka pas numër më tepër të interesuarish? Po, ka pas. Gjithmonë kërkesat janë shumë më të mëdha se sa mundësitë që ne kemi, mirë po në bazë të buxhetit që ne kemi këtë vit edhe kritereve që i kanë plotësuar fermerët. Disa prej tyre nuk i kanë plotësuar kriteret, për atë arsye edhe nuk janë klasifikuar. Përndryshe ne për vitet e ardhshme kemi planifikuar një buxhet ende më të madh për bujqësinë, sepse bujqësia është prioritet dhe do të vazhdojmë me këtë trend. Kurse fermieri Maliq Morina nga Landovisa me këtë rast tha se komuna e Prizrenit po na ndihmon shumë dhe bile kisha thënë tepër. Normalisht ata nuk mundën neve të na ulin në karrikat e tyre, por ndihma e madhe po japin fermerëve. Mirë më për në ndihmon e qerak se na bën, po për në ndihmon boll. Ti çka ti përfiton? Taneraqe, pjatora, shpëllojnë të taneraqe. Herëve tjera ke po? Po ma ku marrë vjetë dhe lopë më kanë thonë. Në blerë diku 3.000 euro lopë akon, këm pagu qëto participim, a shka bëdhojnë. A i kënoqën po ma të komuna për fermerët? Për të kënoqën. Shka do me na bu komuna, vish me na morë me na unë në karrika të mu.
E gjithë kjo u tha se po bëhet që fermerët me këto ndihma të kenë dhe për të pasur prodhime sa më cilësore dhe të shërbejnë në shëndetjen e popullatës.